Apo ju kujtohet që kjo rrugë në Stanovc të Ullët, këshërën i pamjet? Pasha zoti se ka jetë me shtru heq. Da ne kemë të veç me shtruhe, për asfalt zoti mos qare, tha se qështë në kanë thonë. Këshërën i tash kur kum shku të kryetari i komunës, i cili më ka premtu që brenda një jave kanë me intervenu me shtru zhavër. Këshërën i tani kur kum shku me majt për fjallë i kryetarin që ka ndodhë. Ta thonë trash, ne këna diskutu pak edhe në nivelin më të nalë në komunë atje, rreth trajtimit kësaj rrugëve. Kem nevojë edhe njëherë pak me trajtu me një shtresë zhavorit edhe me nxesh, po shpresojmë që mas shumë të 10 ditë nuk ka nevojë me shku. Mas shumë të 10 ditë, a? Po, nuk shkon më tepër. Do me thonë, drejtori i infrastrukturës në këtë komunë, zotin e gjatë Merovci, në ka thonë që brenda 10 ditëve ka me u intervenu për me u asfaltu kjo rrugë në gjendje të mërshme. Me 9 dhjetore kena bo storjen e fundit kur na ka premtu, sot është i 19, do me thonë, jëm bo sot 10 ditë, hajde ta shkojna e këqyro ma e ka majt fjallën. Okej, na erdhëm të rruga Muzafer Muhaxheri, ku na kam premtu që ka ma asfaltu për 10 ditë, brenda 10 ditëve që po e sheni as nuk ka fillu këto asfaltimi. Është një rrugë afërsisht 2 kilometra. Nuk ka punime këto. Po e sheni, nuk ka logjistik. Tash na kena ardhur për i fillimet aty kur fillon rruga, segmenti i rrugës Muzafer Muhaxheri, nuk ka ndryshim njerëz, prej që është hedh zhavori, është zgjeru këto, nuk ka as logjistik që shpo e sheni, as nuk kam fillu punimet e asfaltimit. Pse ka ndodhur kjo? Që tash kena më munu me kuptu ma shumë. Na u kthym zyre për shkak se s'mojtëm sa kem terren me marr kryetarin e pushtrisë zotin Ferit Idrizi, po e provojnë atash na e njoftuan paraprakisht në WhatsApp, na konfirmoi që mundet me u lajmëru përmes telefonit. Tash po e thirrim, po e pyesim pse hala nuk është intervenu në asfaltimin. Okej, ringing. Përshëndetje kryetar, si je? Si ke kalu sot mirë? Mirë, po kaloj, po ju? Që, mirë, faleminderit. Atëherë, mos me të hup shumë kohë ka të bëj me rrugën që ta shpjegova në WhatsApp pak a shumë, Muzafer Muhaxheri, për cilën na ka premtu kryetari, drejtori në fakt, që brenda 10 ditëve ka me fillu asfaltimi, mirë po na kem aty, hala nuk ish fillu, do me thonë ke hala veç zhavër. Po bisedova unë me këtë menaxherin e projektit në gjatin që është inxhinier, edhe ai më tregoi që janë edhe disa rrugë të tjera që janë përgatitur për asfalt, por për shkak kushteve atmosferike, për shkak ngrisave, sa nuk po qesëm asfaltin derisa të këshyru, mos po përmirësohet pak moti, mos me sitin këtu kushte. Pra kjo është arsyeja vetëm, por ndryshe kompania është e njëjta kompani e kontraktuar që ajo që ka përgatitur bazën për asfalt, trupin e rrugës ajo dhe ka me asfaltuar. Tash, do me thonë, ju keni me prit një periudhë kohore kur përmirësohen kushtet atmosferike, po thu. Sa gradë kish me qenë optimale për asfalt? Por besa ato, tash i din këta ekspertat, nuk i di fort, po pak ndoshta përmirësohet moti edhe me nere asfaltojnë. Okej. Sot koha shumë e mirë. Knej, tash nuk e din në vushtre atje, tash që ata doshta me të pyet çfarë periudhe kohore duhet me qenë, sa ditë duhet me marr koha e mirë për me u konsideru kështu kushtet optimale për. Po ndoket si mas tyne vetëm dita duhet me qenë e mirë, po paraprakisht ata duhet mi lajmëru kompaninë se nëse sot ka marrë dita e mirë, nuk mundën ata sot për sot me pru asfaltin, po sigurisht duhet një ditë ose 2 ditë ma heret me thonë që tash i përcillin këta, i përcillin... Po besoj që ata doshta me të pyta, e përcillin kohën? Po përcillin. Ose kanë edhe ata planin dinamik kur do të mi përfundu këto rrugë. Okej, do me thonë... Kushtet e liga atmosferike, kretë në pyetje janë kushtet atmosferike, kush do tjetër nuk është pyetje ato. Okej, të falenderoj shumë zoti Idrizi, kalofsh një ditë sa më të mirë. Faleminderit me respekt. Okej, zoti Ferit Idrizi na tha që do të me i prit kushtet optimale atmosferike për me asfaltu rrugën, sidoqoftë tash na kena me nejt
dot nuk na dha, kena mi këshyr kushtet edhe na, kena me këshyr motin, I guess, edhe qato 3-4 ditë që merë ma mirë, na kena me shku prap aty, edhe me këshyra po fillon puna që ka bëndu. Ej, mos arroni, unë jam bërim pacolle me që ta mërë më gjeni në kejt platformat, siguroni një follow, i një mëni shumë ka uzës.